FBI-a pak ditë më parë ka lëshuar një alarm se hakerat kanë zgjedhur një formë të re për të vjedhur të dhënat personale të përdoruesve. Ne në lidhje me këtë çështje do diskutojmë më gjërësisht me Tomi Kallanxhi, ekspert IT. Tomi, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Atëherë, për çfarë bëhet fjalë? Thuaj njoftim për konvertuesit, mbase për konvertimin e dokumenteve nga PDF në Word apo e kundërt apo në formate të tjerë? Shiko, këto lloj aplikacionesh ka pasur edhe disa raste, sidomos për këto aplikacione që janë të skanimit, që janë falas e të mëradh. Ka pasur edhe raste që kanë qenë të akuzuara edhe disa kompani kineze që përdorin këto aplikacione për të fshehur brapa përdoruesve mënyra që të hyjnë dhe të hakerohen. Parimisht platformat më vulnerabël në këto lloj rastesh është Androidi. Androidi është një nga sistemet operative më vulnerabël, sepse duke qenë që edhe kodi është open source, edhe përdoruesit janë edhe në thojza më të lirë për të instaluar nga çfarëdo lloj App Store, jo vetëm nga i Google-it, por edhe nga App Store të tjera dhe palë të treta. Mund të instalohet aplikacioni APK në Android edhe duke nisur me email e të merat. Por Google-i nuk është aq në thojza manjak dhe analizon aplikacionet që kërkohen në store, sa që mund të jetë Apple-i. Pra Apple-i është më i sigurt. Edhe Apple-i në disa raste ka pasur disa mundësi vulnerabiliteti, sidomos me aplikacionin Pegasus, që ishte edhe ajo vinte në formë emaili, askush nuk e kuptonte që device-i, ajo pajisja iPhone ishte hakeruar, kështu që në këto situatash të t'japim faktin që duhet jenë kujdesshëm, e vetmja mënyrë është për t'i thënë përdoruesve ose njerëzve kur shkarkojnë aplikacione, duhet të njohin atë në thonjza zhvilluesin. Për shembull, nëse do shkarkojmë një PDF scanner, duhet jemi parasysh për shembull të përdorim atë të Adobe-it dhe jo të palëve të treta ose kompanive që janë anonime. Edhe pse ne mund ta japim falas një diçka, dihet që është ajo shpreha që kur merr një diçka falas, produkti e tin në fund fare. Kështu që kjo është edhe arsyeja e këtyre produkteve shërbime që janë falas. Ndërkohë, janë vetëm aplikacionet, Tomi, kërcënimi apo njëkohësisht edhe përdorimi i faqeve të ndryshme në PC, në kompjuter? Edhe kjo është një këshill sidomos për bizneset që nuk kanë një sistem sigurie ose sistem firewall-esh ose antivirus të paguar, sepse në fund fare bizneset mundojnë të kursejnë pak para në kontekstin që ose po përdor këtë të Windows-it se është falas e të meradh, dhe në fund fare dëmi që bëjnë këto lloj ransomware, për shembull rasti konkret, mund të jetë 100 fishi i atij antivirusit që ti do paguaja për një fim ujore. Kështu që se mos bizneset duhet të jenë shumë të kujdesshme, sepse ato kanë dhëna edhe më sensitive, dhëna edhe të korporatave të mëradh. Këtu ka raste në Shqipëri, unë nuk po e them emrin e kompanisë, po vetëm nëpërmjet emailit ishin hakeruar, për shembull, fakti që nuk përdorin emailet Gmail ose Outlook ose shërbime tjera që janë më të sofistikuara, po përdorin atë webmailin e thjeshtë që merr domeni, që kur e merr me një account dhe ti blen domenin, merr një host të lirë dhe mund të mbash 50 emaile e të meradh, ishte hakeruar një nga emailet e financës dhe ishte hakeruar emaili që ishte çuar një klient biznesit, në këtë rast kompanisë prodhuese në Shqipëri, për lëndë të parë, dhe IBAN-i që kishte qenë në Itali, kishte kaluar një IBAN që ishte në Turqi, dhe vlera ishte diku të mbi 980.000 euro. Kështu që dëmi jashtëzakonshëm. Transferta u bë dhe ato para hundëm për çështje sigurie, për çështje protokollesh sigurie që kompanitë ndonjëherë i neglizhojnë në mënyrë të pavetëdijshme. Ndërkohë, individët çfarë rrezikojnë? Thjesht marrja e të dhënave dhe përdorimi pastaj për arsye të tjera, apo edhe për individët dëmet mund të jenë edhe financiare?
Individët, për individët në rastin konkret, nëse kanë dhënat e tyre, qoftë edhe historiku, qoftë edhe fotografitë, qoftë edhe kujtimet e tyre që kanë në një smartphone, ose qoftë edhe arkiva që kanë në laptopin e tyre të punës që punojnë çdo ditë, edhe kjo mund të jetë një dëm i madh, sidomos kur sulmohen nga ransomware, që është një sulm shumë i vështirë, dhe hakerat në përgjithësi në shumicën e rasteve analizojnë këtë gjë dhe në fund fare i shantazhojnë duke i vendosur edhe gjoba për të dhënë kodin e enkriptimit këtyre rasteve. Por që për individët domi më thonë se është më pak i vogël, më shumë është emocional se sa monetar. Mund të mbasësh një faqe Instagrami apo Facebooku, por mund të hapësh një tjetër tek e fundit. Pra, dëm financiar nuk është se ka. Tani kjo çështja e Instagramit dhe Facebookut është zgjidhur sepse duke qenë fakti që është bërë verified dhe çdo kush mund ta bëjë verified të më radh, dhe ndoshta hakerat mund ta marrin për pak orë ose maksimum 24 orë, por ti mund ta rikthesh prapë sepse ti e ke verifikuar me ID-n tënde ose pasaportën tënde dhe ti mund ta marrësh në çdo lloj momenti, por ndonjëherë këto gjëra, arkivat e të merat që ti ke punuar një jetë të tërë për të ngritur një arkiv dokumentash, pune të merat, fotografish familjare, arkiva emocionale të merat, kështu që ndonjëherë edhe ky është dëm, por dëm më shumë, do thënë se unë mund ta quaj emocional se sa monetar, po është dëm edhe ky, kështu që duhet jemi të kujdesshëm sepse ndonjëherë kostot janë aq të vogla sa që bëhemi edhe qesharak kur nuk e bëjmë, edhe në fund fare kur humbim gjithçka kujtohemi që të marrim masa pastaj. Marrim masa. Duhet të mësojmë nga gabimet tona, jo nga gabimet e tjerëve. Ndërkohë, një antivirus instaluar në kompjuter apo njëkohësisht përdorimi i emaileve që ju thatë nëpërmjet Outlookut apo edhe Gmailit ofron më tepër siguri? Patjetër që po. Sidomos emailet korporative që përdoren për Gmail ose Outlook, ose edhe në Zoho, që është një kompani aziatike, edhe kjo është goxha e mirë, por mbas Google-it edhe Microsoftit normalisht gjithmonë. Patjetër që siguria është më e lartë, sidomos sepse në përgjithësi në shumicën e rasteve kjo siguria është open source, domethënë është një siguri që askush nuk mban përgjegjësi, thjesht është dhënë, ti përdore për veten tënde, por askush nuk mban përgjegjësi mbi atë çka të ndodh ty. Kurse në rastin e Gmailit ose Outlookut kur përdoret për business site, patjetër që këto kompani mbajnë përgjegjësi për backup-et e mëradh dhe gjërat që është shumë e vështirë që ç'duken kanë sistem recovery e të mëradh, kështu që kompanitë unë i sugjeroj që të përdorin më shumë këto palë të treta, se në fund fare kemi siguritë e dy kompanive që janë me fuqi globale dhe jo lokale. Patjetër që bizneset janë në fokus të hakerave, kryesisht nëpërmjet emaileve apo formave të tjera, por individët në anën tjetër që klikojnë gjithçka që i del para. Çfarë kujdesi duhet bëjnë, çfarë filtri duhet vendosin? Çfarë filtri? E para njerë mos besojnë çdo gjë që ju vjen në email, edhe këto befastore rastësitë që mund të bëhen të pasur ose mund të shkarkojnë një gjë që është me pagesë, ata mund ta shkarkojnë falas e të meradh, sepse unë e përmenda pak më parë, në moment që është një gjë falas, produkti eminent në fund fare, kështu që edhe individët duhet të jenë të kujdesshëm, mos besojnë çdo gjë që jo çdo gjë që fluturon hahet, si është shpreha. Është një email, Tomi, një email mbase edhe historik është bërë i vjetër si formë mashtrimit njerëzve, ka vdekur dikush mbase në Tajland apo në Turqi apo përzidhen vende ndryshme dhe rastësisht ka të njëjtin mbiemër me personin të cilit i dërgohet emaili. Kjo është forma më e përhapur, më klasike, por sërish ka njerëz që shpresojnë dhe besojnë. Supozohet marri pasurinë e atij personi. Tani më do të them një kuriozitet, Nigeria dhe është një zonë midis Filipineve dhe Neymarit, që këto janë fabrikat e mashtrimit online. Vetëm një nga këto fabrikat që është në Neymar ka 40.000 veta staf. Domethënë që merret vetëm me mashtrimet online, qoftë mashtrime si ky rasti konkret i këtij emailit,
qoftë mashtrime emocionale e tjera. Domethënë, janë njerëz që izolohen aty brenda, ndonjëherë janë edhe të dhunuar që të bëjnë atë punë dhe nuk dalin për një kohë shumë gjatë që aty. Dhe është Nigeria që vetëm nga mashtrimet online Nigeris i vijnë të ardhura vjetore mbi $100 miliardë, që çfarë do të thënë është sa 5 fishi i GDP-s të Shqipërisë. Vetëm nga mashtrimet online. Kështu që këto janë shtete që janë në thonjza të mirë investuara në mashtrimet online, duke qenë që edhe shtetet në këto lloj vendesh nuk është se funksionojnë edhe aq mirë. Dhe janë sofistikuar shumë hakerat, Tomi, deri në këto nivele? Në këto lloj rastesh më shumë këta nuk janë hakera, këta janë mashtruesat mirë fjalë. Mashtrues, pikërisht, mashtrues ordiner le thonja, por që shumica e njerëzve bien pre e këtyre gjërave, sepse është kjo gjëja e falas ato gjëra të surpriza, dhuratat, lidhjet emocionale e tjerat që individët ndonjëherë, edhe pse ne po kalojmë një kohë që është drejt individualizmit, drejt të qenurit vetëm, ndonjëherë këta individ bien edhe pre, duhet ta themi, të këtyre personave, edhe duke marrë edhe shumë të mëdha parash. Ndërkohë të kalojmë tek një çështje tjetër, TikToku që është bërë temë e muajit apo edhe e javës, u vendos në mbledhjen e qeverisë që nga data 13 mars nuk do të përdoret më, do të mbyllet, por sërish është hapur. Çfarë po ndodh? Pa përdorur VPN kam fjalën. Që të mbyllësh një aplikacion është realisht e vështirë, sidomos kur kjo mbyllje bëhet nga një vend shumë i vogël si Shqipëria, që është vetëm Shqipëria që dëshiron ta mbyllë këtë gjë dhe nuk është asnjë shtet tjetër, asnjë autoritet më i madh se shteti shqiptar. Por që do të shpjegoj mbylljen e TikTokut në Amerikë dhe mbylljen e TikTokut në Shqipëri. Mbyllja e TikTokut në Amerikë ishte e pranuar edhe vetë nga TikToku dhe aplikacioni u bë disable vetë nga TikToku për territorin amerikan, duke qenë që edhe ju imponua nga Senati fakti edhe gjykata vendosi nuk do merrshi një vendim deri në atë datë, ata do bllokoheshin dhe situata mund ta agravonte në këtë situatë, kurse në rastin e Shqipërisë ka vendosur shteti shqiptar ose kryeministri më saktë të mbyllë një aplikacion që është për mendimin tim është një luftë me mbullinë e erës, sepse ata mund të mbyllin DNS IP domene, por mjafton që TikToku të lançojë një update të aplikacionit dhe gjithçka do funksionojë përsëri ashtu siç ishte pa asnjë bllokim. Kështu që e gjithë kjo gjë për mendimin tim është çështje PR-i, propagande dhe aplikacioni s'ka për të mbyllur ndonjëherë as pas 10 ditësh, as pas 15 ditësh, as pas 200 ditësh. Kështu që është e gjitha çështje nuk është linje PR-i për mendimin tim e kryeministrit, sepse është shumë e vështirë. Kisha përshtypjen, Tomi, që ishte me thjesht mund të jepë një urdhër kompanive që ofrojnë shërbimin e internetit dhe të mbyllej, por nuk është kështu. Jo, nuk është ashtu, sepse ti mund të bllokosh, po ta jap si shembull si funksionon. Mund të bllokosh scan.al, scan.tv.al, por scan.tv.al ti e bllokon kollaj, është një domen. Por mbrapa një aplikacioni, ti nuk e din se çfarë domeni është mbrapa, që e furnizon këtë aplikacionin me informacion. Sot mund të jetë scan.tv.al, por nesër mund të jetë scanviztv.al. Dhe pastaj Akepi do të bëjë një letër tjetër për bllokim e tjera. Pastaj unë nxjerr një aplikacion tjetër një update tjetër te aplikacioni Scan, edhe them që nuk është domeni scanviztv.al që u bllokua, por është informacionet të aplikacionit e marrin nga scan.tv.al.com. Po, ndonjë slash. Prapa Akepi do të bëj letër, ti nisi 250 SP-ve e tjerat, kështu që kjo gjë është një, prandaj unë them që është një garë me mbullitë e erës që është nisur dhe besoj se nuk do bitisë as sekundi. Pra, s'do të mbyllet për këtë periudhë një vjeçare pa llogaritur VPN-t që mund përdoren nëse realisht mbyllet. S'ka nevojë fare për VPN, ne po merremi, domethënë, e vetmja mënyrë për të mbyllur kjo gjë është që shteti shqiptar të kontaktojë me Google-in, të kontaktojë me Apple-in,
me këto dy furnitorë më të mëdhenj, po këto janë aq gigant sa që lirinë e fjalës e kanë më shenjtë se sa idenë e një kryeministri të një vendi me 2 milion banorë. Mund të duhet më shumë se një vit për të negociuar një mbyllje me këto gigant teknologjisë. Po në anën tjetër. Ata nuk e besoj që e pranojnë fare as idenë e bllokimit, kështu që mund të duhen edhe 100 vjet të dojë një kryeministër, ata nuk e bëjnë këtë gjë. Kështu që për mendimin tim është e pamundur, është thjesht hajde po bëjmë një linjë editoriale PR-i etj me radhë dhe gjejmë një kauzë që të komunikojmë për të mbrojtur fëmijët, por për mendimin tim qeveria duhet kishte dalë me një paketë fiskale për digitalizimin, për trajnimin e të rinjve, sidomos kur janë në moshën 11-12 vjeçare që në 13 vjeç hapin një aplikacion, të trajnohen se çfarë do të kenë parasysh kur përdorin një aplikacion social media, çfarë rregullash ka, çfarë gjërash duhet postojnë dhe çfarë nuk duhet postojnë. Domethënë këto gjëra duhet merreshë qeveria, nuk duhet merreshë për të krijuar bllokime që nuk i bën dot. Më mirë të merret me gjërat që ditë i bëj, të ndërtoj politika për arsimin dhe të rinjt edhe fëmijët, se sa të merret me bllokime të TikTokut. Po mundësia, Tomi, ishte që mos mbyllej, por të vendoseshin filtra, mund të ishte një metodë me thjesht kjo? Shiko, TikToku me thënë të drejtën ka ndryshuar këtë kohë të fundit, është filtrat funksionojnë, nuk e di nëse e keni provuar, por nëse më përpara dinin edhe të sharat postoheshin etj me radhë, tashmë çdo e shar, çdo koment kalon në një filtr që atij që e ka prodhuar videon i del në një pjesë më vete që ai e ka në dorë të postoj apo të fshi ato komente, kështu që për mendimin tim TikToku është përmirësuar, patjetër që censura totale nuk mund të ekzistojë. Kushdo që të vi vetëm në Korenë të Veriut censura totale ekziston, por ato janë aplikacione që janë të krijuar nga shteti i Koreas së Veriut dhe jo nga pajtë të tretë. Jo nga vendet e zhvilluara. Ndërkohë përsa i përket, sepse për gjatë periudhës që u diskutua mbyllja ose jo, më pas kur u vendos mbyllja dhe u mor edhe vendimi, patjetër që ka pasur, kam përshtypjen panik sepse shumica mendonin se realisht do të mbyllej. Në këndvështrimin tuaj, një mbyllje do të kishte më shumë dëme apo mund të kishte edhe përfitime gjithmonë në kuadër të një edukimi më të mirë të shoqërisë? Unë nuk e kam besuar që nga dita e parë që kjo gjë do mbyllet dhe kam ditur që kjo gjë s'ka për të mbyllur ndonjëherë, ka qenë thjesht strategji PR-i për të krijuar një alibi që shumica e cilësuan mirë qenë. Po mirë, tani kryeministri atyre ju flet fund fare, domethënë nuk është se na flet neve, po që për mendimin tim do ishte një kauzë negative për lirinë tonë, kështu që nuk dua ta llogaris fare këtë gjë, kështu që nuk e mendoj fare mbylljen. Do të vjoj të jetë hapur. Pati njëkohësisht gjithmonë përgjatë kësaj periudhe emigrime tek platforma të tjera, sepse kam ndërmend mbyllje në Shtetet e Bashkuara, shumë përdorues TikTokut në Amerikë shkuan tek një tjetër aplikacion kinez, Redbird, nëse nuk gaboj. Rednote, po. Rednote, po. Te ne, u pa i njëjta gjë? Shiko, Rednote është një aplikacion me shumë i censuruar, që unë nuk do doja që ai aplikacion të ishte enable për Shqipërinë, as për Europën nuk do doja që të përdoresh, sepse ka një censur të një vendi diktator siç është Kina dhe disa vende të tjera aziatike. Kështu që nuk do doja që ai aplikacion të ishte zëvendësuesi i TikTokut. Sepse nuk është një aplikacion që përket një vendi të lirë dhe nuk do doja që të ishte që përdoruesit të spostoheshin në atë lloj platforme. Dhe për ta mbyllur bisedën, Tomi, është luftë të dhënash, flas mes ekonomive më të mëdha, jo në rastin e Shqipërisë, kush të marrë më shumë të dhëna? Patjetër që po. Shiko, edhe rrjetet sociale në fund fare janë mjet e kontrollit masë që qeveritë e mëdha dhe shtetet që janë kingmakers në këtë rast janë ato që vendosin linjat editoriale, strategjitë gjeopolitike etj me radhë, por që në fund fare rrjetet sociale janë thjesht mjet e kontrollit masë që disa shtete ose në rast konkret Shtetet Bashkuara të Amerikës i përdorin për të kontrolluar opinionin publik, për të kontrolluar
ne kemi rastin e Edward Snowden ose Julian Assange që zbulua një program që quhej Prism që agregonte gjithë rrjetet sociale, gjithë webin e përdoruesve amerikanë dhe i krijonte një persona çfarë bënte, ku ishte, çka kishte vizituar e me radhë për të arritur e të krijuar. Kështu që në fund fare këto janë lëra për më të mëdhenj, tha. Ne jemi akoma një shtet ne jemi një shtet i vogël që thjesht mund të jemi vetëm tifoz në këto lloj rastesh dhe jo decision makers. Tomi, të falenderoj për gjithë informacionin e sjellë në studion e televizionit Skan, ditë mbar.